Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dhenja fetfat duke qenë hypor mbi shtaz. Imam Bukhariu, Allah e pasmëshiruar, në vazhdim e cek këtë nën kapitull dhe e cek hadithin e 74 më radhë. An Abdullah bin Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقف في حاجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. Abdullah bin Amr bin Asi radiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se në haxhin Lam të Mirës, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u ndal në Mina, që njerëzit ta pyesin, ta vetin, për ritualet e haxhit. Kështu që një burr erdhi dhe tha: I kam rruar flokët pa dijeni, para se ta therr kurbanin. I kam rruar flokët pa dijeni, para se ta therr kurbanin. Therre, se s'ka gjë, s'ka dërt. I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Një tjetër tha: e kam therrur kurbanin pa dijeni, para se të hedh gurt. Gjuaj gurt, s'ka dërt. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që atë ditë pyetej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ndonjë rit të bërë para ose pas radhës së vet, gjithnjë përgjigjej: bëje, s'ka dërt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, siç është e njohur, gjatë jetës së tij ka bërë një haxh. Dhe ai haxh quhet haxhi Lam të Mirës, i pari dhe i fundit, në vitin e 10 Hijri. Zaten pas atij haxhi ka jetuar diku rreth 3 muaj ditë. E pastaj ka vdekur, respektivisht në ditën e Han, me 12 Rabiul Awwal të vitit 11 Hijri, në kohën e paraditës, në moshën 63 vjeçare, sallallahu alaihi wasallam. Haxhi Lam të Mirës i tij nuk ishte thjesht një haxh i rëndomt, sikurse që bojnë njerëzit haxhin, por ishte më shumë se sa kaq. Nga se ishte haxhi i parë dhe i fundit. Dhe saj duhet u mësoj muslimanëve bërjen e haxhit, sepse është shtylla e 5 e Islamit. Andaj ishte i kujdesur në maksimum, i preokupuar që ta shpjegonte çdo gjë, çfarë vjen, çfarë duhet aty në për haxh. Po edhe sahabët në anën tjetër ishin të përkushtuar skajshmërisht për ta përcjellur, për ta vëzhguar çdo veprim të tij. E pastaj për me pja përcjell të tjerëve, se kështu bëri, kështu bëri, kështu bëri. Çdo veprim të tij gjatë haxhit është shënuar. Madje është shënuar edhe vendi ku është dalë me prish avdest.
Çdo gjë kanë shënuar. Nga kujdesi i madh i tyne, që çdo lëvizje, çdo veprim, ta ti bekuari, ta shënojnë, ta mbajnë mend dhe ta përcjellin të tjerë më pas. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, pjesë e këtij prekupimi tina, këtij kujdesi, që t'u shpjegoj haxhin njerëzve, edhe u hapte mundësinë atyne me pyet ata kush don, nëse ka diçka të paqartë. Siç shifet në këtë hadith të Abdullah ibn Amr ibn Asit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë haxhit, respektivisht në ditën e Kurban Bayramit, e që është dita e 10 e Dhul-Hijjes, pasi mbajti një fjalim, hypur në deve, o ndal, dhe u dha hapësirë shokëve të tij që nëse ka dikush diçka, le të urdhëron e le të pyet. U afru një sahabi dhe i tha, ja Rasulullah, unë i kam rru flokët para se me prej kurban. Jam habit. Pejgamberi tha, s'ka dert. Nuk ka dert. Prej kurbanit. Nuk ka dert. O largua. Erdhi një tjetër. Tha, ja Rasulullah, unë e kam prej kurbanin para se me gjugurt. Ky i pari kam rru flokët para se me prej, me prej kurbanin, ky i dyti e kam prej kurbanin para se me gjugurt. Edhe këti tha, s'ka dert, shkëllgjoj gurt. S'ka dert. Kështu që erdhe tjerë me pyet, ran, për nuk janë cekur këtu. Dhe krejt kush e ka pyet atë ditë, për diçka që është renditur, është qitë para për pas renditjes së mbas radhës, ka thonë s'ka dert, s'ka dert, s'ka dert, s'ka dert. Tani, thamë se këtë fjalim dhe këtë ngjarje ka ndodhur ditën e 10 të Dhul-Hijjes. E që është dita e Kurban Bayramit, por atë në haxh është fjala tash. Me çka obligohet haxhiu në ditën e 10 të Dhul-Hijjes apo ditën e Kurban Bayramit? Në ditën e Kurban Bayramit, haxhiu ka 4 punë, 4 vepra me kry. Me shku me gjugurt, e para, pastaj me shku me thirr kurbanin, e dyta, pastaj me rru flokët, ose me qeth, e treta, pastaj me shku në Mekë, Qabe, se në Mekë është për në Qabe me shku, dhe me ba tavafel ifada, kështu quhet, e që është tavafi farz. Këtu janë 4 veprime që duhet me kry haxhiu ditën e Kurban Bayramit. Ngjujtja e gurve, thirrja e kurbanit, rrurja apo qethja e flokëve dhe bërja e tavafit ifada, që është edhe tavafi farz. Nëse arrin këto të 4 me krye,
e që nuk është domosdoshmërisht me kry qatë ditë, po nëse arrin me kry, kë edhe me nëzan deka, haqën e ka tamam. Dishto nëse arrin. E kryti kërësorët të haqit. Ose, i dolin do një otim urgjent, i dish nana, i dish baba, rast urgjente, dhe dhe të rohet me lëshu meken, s'ka dërt. Kjo haqën e kriju. Sepse ka kry shtyllat të haqit. Mirë, këtu ka tërë veprime. Kjo është me konsensus të këto ulemave. Kështu bëhen këto rënë. është me konsensus, që është thët Qadi Iyad, Nebeviu, Aini edhe ulemat të tjerë. Po ashtu, është konsensus, pra në pajtëm të gjithë ulemave, se rënditja ty në është këtë formë, që e cekë. Rënditja është këtë formë. Mas pari shkën e gjungurt, vejmë për Mëzdelifes, i bijem pramë natën, mas akshamët e kalan Arafatin, arë Mëzdelife, ka najtë deri ka sabahu. E pastaj, arë në Mina, dhe fillojnë tash, ka hi ka sabahut, ka hi dita 10, dita Bajramit, dhe fillojnë këtë punë me kry. Dhe shkën i gjungurt, mas parë. Ta në thërë korbanin, ta një rrunë flakt, apo i qedhë, po mi rrunë më mirë. E pastaj, drejtohet në Mekë, në Qabe, për më ba, tavafën e fata. Rane është qështu, me i kry. Kjo rënditje është pra me konsensus pajtim të gjithë ulemave, që të cekin këto ulemat që ceka pak më lartë. Por është një meselje këto. Që kjo rënditje, a është vajib, obligim, paqare me ba? E që bie, nëse e rrunë flakt, apo e qedhë flakt, pa i gjugurt, ka një shpagim për që vëtë fedje, e që dohet me prej një kurbani dele. Që është thët Ebu Hanifja, Maliku, është një mendim me Imam Ahmedit, është një mendim me Imam Shafijut, kështu thëtë Sejdi me Gjubejri, Hasan Basriju, Ibrahim Nakhaiju, dhe është transmituar nga Abdullah ibn Abbas. Se rënditja është vajib, kam i krynë qëtë forë. E lujti, i kushton me kurban. Haxhi se prishet, vetëm pagun e kurban që quhet fidje. Apo ndoshta, kjo rënditje nuk është vajib, por është e preferuar, mustahab, se që mendon Ebu Jusufi, Muhamedi, Shafiu në medhheb të vetin, Ahmedi në medhheb të vetin, dhe shumë ulemat të tjerë, madje ulemat e hadithit, krejt thuajse, janë me këtë mendim. Që nuk prish punë, që është senet rënditja, e që bie nuk prish punë, vetëm se prish senetën, rënditja, por nuk prish haxhin, nuk obligohet me kur gjë, nëse qëtë para diçka, që ka vendin më mrapa, apo diçka që ka vendin para, e qëtë më mrapa. Pra ja lunë rënditjen, për këtyne katë veprimeve. Kjo, kanë thanë, është sunet, dhe kjo argument, e hadithit e Abdullah bin Amr bin Asit, për të regën qartë, se nuk ka dërtë. Dhe dësë argumente tjera të këti lojë. Andaj, kjo është vetëm se mustahab, dhe nuk i obligohet haxhiut me asgjë. Përderisa i thartë mendimit të parë, e që është Ebu Hanife dhe është medhheb të Hanefive dhe të Malikive, thojnë ka dërt, nuk ban.
Rënditja është obligim. E mirë, çka me thonë hadithet pejgamberit? Se pejgamberi po s'ka dert, bëje, pra s'ka dert, pse i ke prej flakt para se me gjugurt, ne shka gjugurt tash, s'ka dert. Ka thonë, kia s'ka dert, ki fjale pejgamberit, alayhi salatu wassalam, ka për qëllim, nuk e ka gjunah për atë veprim. S'ka dert, nuk e ka gjunah për atë veprim, që ka bërë ai që pyti, sepse ka bërë me harres, sepse ka bërë nga mosdia, se ka ditë. Është habit. Nuk ka ditë rënditjen, nga se shumë se haxhive aty, jenë për herë të parë, dhe në bedojnë nuk i njohin fenë. Andaj në ngutur, nga mosdia, e kanë bërë. Imam Tahaviju thot, si përgjigje për hadithet se nuk është rënditja obligim, thot, kjo ka mundësi të ketë dy kuptime për dy variante. E para ka mundësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka lejuar sahabëve prishjen e rënditjes lehtësim për ta. Ashtu që haxhi ka të drejtë të kryejë ndonjërit para radhës së tij. E dyta, ka mundësi që fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka dert, la haraj, ka për qëllim nuk e keni gjunah ju. Nëse bën një veprim të tillë, nga se keni bën nga mosdia, se kanë ditë, nga ignoranca, e jo me qëllim për ta kundërshtuar sunetin. Kështu që mos sipas këtij varianti, apo kësaj mundësie të dytë, pejgamberi justifikoi ata nga harresa apo nga mosdia, u aleni e veprim të tillë. Por jo që ta bëjnë qëllimisht. Nga se nëse bëjnë qëllimisht, se po na vjen më lehtë të rrujnë një reflekt, tani shkëtë gjykort, në këtë rast, dohet me pagu fidje me thirr kurban. Kanë thënë, argument për këtë, është edhe një hadith tjetër, e Ebu Sa'id al-Khudriut, radiyallahu anhu, i cili thëtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa ishte pejgamberi mes dy vendgjujtjeve të gurve. Në Mina, u pyet nëse një njeri i ka rru flakt para se të gjujë gurt. Nëse një njeri i ka rru flakt para se të gjujë gurt. Dhe e tha, s'ka dert, s'ka gjë. Pasi një tjetër erdhi dhe i tha se ka thirr kurban para se të gjujë gurt. Edhe ati tha, s'ka dert, pastaj ju tha, ibadallah, wadallahu azza wa jalla al-haraj wad-diq wa ta'allamu manasikakum fa innaha min dinikum. O ju njerëz, o ju robët Zotit, Allahu u ka pezulluar atë që ju vijë rënd, që nuk mund të bartën, al-haraj, u ka pezullu. Ndaj, mësejeni rritët tuja, se si të bëhet haxhi, sepse ato janë për dinit juve, pjesë e dinit juve. Kanë thonë, me çka po kuptohet, se shkaku e pezullimit të këtij s'ka dert, që a pezulloj pejgamberi mos obligueshmëri, s'ka dert, pra nuk prish punë, është shkaku që mos di aty ata se ditën. Mos njohja atyre dispozitat e haxhit. Për ata në fund t'i tha mësani rritjet e haxhit, sepse janë fe juaja, janë pjesë e dinit. Pra, falet, justifikohet diçka kur e bën me pa dije, por nuk falet kur e bën me dije. Kështu kanë thonë këta.
Andaj, pejgamberi deshi këto, ose me avletu, ose ta sahabi kanë bërë pa dije, po le të mësojnë, sepse do të mëso haqë. Kjo le të mësojnë, është shumë e rëndësi, sepse haqjit tonë, edhe çdo vendet të botës, apo të shumicës e vendeve të botës, këto probleme hasin gjithë kur shkojnë haqë, çdo vetë. Nga se haqjit shkojnë atje pa di që bëhet haqë, kërkush nuk mëson, vetë nuk mësoj, hoxha nuk mëson, edhe ata përgatiten për haqë nga ana psiqike, nga ana e gjepit, të veç e kanë pagu, po përgatiten, por nga ana e njohurive nuk përgatiten. Sa që edhe heramat, ka për ty që nuk din me vnu, se le më që është bëhet haqë. Dhe kjo nuk kanë regull. Sa në regull heq, haqjit, para se me shku, dohet me majtë shkollë, me shti me marë për ditë, me ullë në banka, ose në gjami, në banka më njërë figurative, së është përësia shumë, në gjami, edhe një spjegura, e mja vizatu, e mja që të lizore për para, ta është ma lehtë, dhe me thonë që këto jena qëto, këto jena qëto, këto jena qëto. Bëhet që ke punë e para, bëhet e dyta, bëhet e treta, bëhet e katërta. Hupe, bete vetën, kryjë qëto, lehtë është me kryjë vetë. E për që e hupe s'ki dërtë, se të gjojnë ana, po në gjojnë të neve, pra të më kur më se ledhë. Po kërësore kryjë punë vetë. Nga mos dhja i bajnë. Nejse, ajo çështje tjetër, pra pejgamberi justifikoi alayhi salatu wassalam nga mos dhja. Kështu kanë thonë këta. Por idhtarët e mendimit të dytë, që thanë se në parim kjo nuk është vajib, është mustahab, kanë thonë argumentet të cilat i sollt jo. Hadithin e Abu Sa'id al-Khudriut, se pejgamberi ka thonë mësajeni, rritet e juaja, sepse ato janë për dinit ju, rritet e haqit, sepse ato janë për dinit ju, ka thonë kjo është hadithi dëpt, dhe në me ka botë dëpt, Albani, Allah e pas mëshiruar dhe të tjerë. Po ashtu kanë thonë, transmetimi Ibn Abbasit, se ata thonë, edhe Ibn Abbasit ka një transmetim, se është vajib, edhe është dëpt. Ndërsa argumentet që të regojnë, sikur se hadithi Bukharit këto, Abdullah bin Amr bin Asit, që të regojnë se pejgamberi kanë bënë dhe nuk ka dërt, janë hadithet vërteta, andaj nuk kemë nevojë ne me shtrëngu çështjet. Dhe mire kanë këta, elhamdulillah, e dini është i lehtë, nuk diskutohet, nuk bën mja shtrëngu shumë haxhive, sepse nuk i din, po në anën tjetër, e kena bërsh me mësu, dhe ata kanë bërsh vetë me mësu, edhe po ta merr insani me mendimin e parë, është më mirë, është më sigurt, sepse është më i qetë në dinin e tij, në adhurimin e tij, në veçanti në ibadet që është haxhi, ku njeriu një herë bën haxhin, e shumë kujt më nuk i vjen radha me bë kurrë deri des, andaj le ta bën haxhin miraj, dhe le të jetë i qetë në shpirt haxhiu. E jo më kthy haxhiu pe atjehet, e tani më nis me ran men kapak, apo më kujtu dikush kanë një, më dhan kokë për mua, e se pas ta bë, edhe shë se bona, e që ta se pas ta bë, e shtë se pas ta bë, e më bë haxhiu të shtaveti. Nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj. Andaj haxhillarët, të cilët në dhesat haxhive, i kanë haxhit qëto në qafë. Në ditë kiamet i kanë qafë për çdo lëshim që bojnë haxhit, e që ta shajmon bën shime 5 ditë hoxha. Por në vija trasha nuk bën me bën shime, nga se do të me pësu haxhit. Kjo mesele në fakt, vendi nuk e ka këto, kjo mesele e veprave të haxhit, të ditës së 10, e ka vendet të kapitulli haxhit. Por me qëse Bukhariu ka ceket hadith këtë kapitull, dhe i shadon të ceket mesele shkurtimisht, e man detaje ceket atje të kapitulli haxhit. Imam Bukhariu e ka ceket hadith në këtë kapitull, për të treguar se bën me dhanë fatva hypër në deva për në kale, për nga marë. Nuk është kësh me zbrit poshtë. Dhe se lejohet të pytet dietari, alimi, myftiju,
qoftë kur është ulur, qoftë kur në kam, qoftë kur është hypën në mjet. Po ashtu, nga hadithi kuptohet se lejohet me qëndru hypër shtazës për nevojë, jo për qef, për nevojë. Qysh qëndroi pejgamberi alayhi salatu wassalam lart. E cila ishte nevoja? Nevoja ishte që me një shok të vetë, edhe me pa, kur më nal, po edhe me një, që ka po thot me mësu fejnë. Gjithashtu nga hadithi kuptohet se njeriu ka bërç më interesu me vetë, me mësu e dinin. Zënia e dijes, marrja e dijes është obligim o vajxhib, në mënyrë që muslimani të adhurojë Zotin i qetë dhe i sigurt, ashtu siç kërkohet prej tina. E marrja e dijes është kundër të mosdijes, e ignorancës. E me gjehl me ignorancë nuk din me adhuru Zotin. E me dija adhuron Allahun te bareke ve taala. Allahu e din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري